Arrestohet në Brazil një nga personat më të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Bëhet fjalë për Ervin Mata, 39 vjeç, i cili ishte shpallur në kërkim nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për trafik të lëndëve narkotike dhe përfshirje në aktivitete kriminale. Sipas mediave vendase, Mata u kap në një lokal, ku po qëndronte i fshehur, duke përdorur dokumente identifikimi angleze të falsifikuara. Ai tentoi të paraqitej si shtetas paraguajan, por u identifikua nga policia, e cila kishte të dhëna dhe imazhe të tij. Pas verifikimit, ai u dorëzua pa bërë rezistencë. Gjatë arrestimit, autoritetet sekuestruan 2 telefona celular dhe dokumente të ndryshme. Ndërkohë, në vitin 2023, gjykata e posaçme kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg për trafik droge në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Hetimet ndaj tij janë zhvilluar në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, përfshirë Europol dhe Eurojust, si dhe disa shtete europiane dhe të Amerikës së Jugut. Mata dyshohet se ka koordinuar trafikimin e rreth 240 kg kokainë në vitin 2020. Aktualisht, Interpol Tirana po bashkëpunon me autoritetet braziliane për ekstradimin e tij drejt Shqipërisë.